Zbulohet vrasësi gazetarit italian është një emigrant i paligjshëm, reagon ashpër Salvini. Një 26 vjeçar tunizian pa leje qëndrimi në Itali është arrestuar si autori dyshuar i vrasjes së gazetarit Luigi Luca Esposito sipas mediave italiane. I dyshuar identifikuar si Ridha Rahmaumi u lokalizua nga karabinierët në një shtëpi të braktisur. Gjatë kontrollit, autoritetet gjetën në posedim të tij kartat e kreditit të gazetarit të vrarë. Sipas raportimeve, pasi u përball me provat, 26 vjeçari ka pranuar autorsinë e krimit. Pas arrestimit ka reaguar dhe zëvendës kryeministri dhe ministri italian i transportit Matteo Salvini. Në një postim në rrjetet sociale, ai falenderoi forcat e rendit për kapjen e shpejtë të autorit të dyshuar. Faleminderit forcave të rendit për kapjen e shpejtë të këtij vrasësi. Tani le të vuaj dënimin në vendin e tij, jo këtu, në kurisë të italianëve, shkroi Salvini. Politikani i Legas e përdori ngjarjen dhe për të përsëritur kërkesën e partisë së tij për shtimin e pranisë ushtarake në qytetet italiane. Është urgjente që, siç propozon prej kohësh Lega, të vendosen mira ushtarak për të mbrojtur qytetet tona. Asnjë qytetar i ndershëm nuk duhet të ketë frikë nga prania e grave dhe burrave me uniform kudo, deklaroi ai. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të vrasjes gazetarit Luca Esposito vijojnë. Por çfarë ndodhi? Gazetari sportiv u gjet i vrarë dhe i djegur në një zonë bujqësore në Eboli pranë Salernos në jug të Italisë. Luigi Esposito, 53 vjeç, ishte punonjës i Agjencisë Rajonale të Mjedisit dhe bashkëpunëtor i disa mediave lokale. Trupi i karbonizuar u zbulua nga zjarfiksi i djashuarjes së një zjarri në Shkure. Fillimisht për shkak të dëmtimeve të rënda nga flakët, identiteti ishte i pamundur. Hetimet morën tjetër drejtim pasi pranë vendit të ngjarjes u gjet automjeti i viktimës. Sipas hetuesve, Esposito dyshohet se është qelluar me armë zjarri dhe më pas trupit të tij është vënë flaka. Në vend ngjarje, karabinierët gjetën disa gëzhoja, ndërsa autopsia pritet përcaktoj shkakun e saktë të vdekjes dhe rrethanat e krimit. Luca Esposito ishte i njohur në botën e sportit si bashkëpunëtor i gazetës La Città di Salerno, televizionit Otto Channel dhe themeluesi i portalit sportiv tutosalernita.com. Ai kishte diplom në biologji dhe një diplom të dytë në letërsi. Prokuroria e Salernos, në drejtimin e Raffaello Cantone, ka nisur hetimet dhe po shqyrton të gjitha pistat për të zbuluar autorët dhe motivin e vrasjes.